Rama dhe Berisha takohen në SPAK? A do të shohin njëri tjetrin në sy kur të përballen në sallën e gjyqit aty ku Zot është gjyqtari dhe jo vetë ata? Kjo është një nga pikpyetjet e para që kërkon përgjigje në ditët e javës në vazhdim. SPAK ka thirrur si dëshmitar kryeministrin e vendit zotin Edi Rama në procesin kundër ish kryeministrit, presidentit, ish dhe drejtues aktual të Partisë Demokratike zotit Sali Berisha. Në moshën 82 vjeçare, Berisha përballet me akuzën e shpërdorimit të detyrës, korrupsionit pasiv, bashkë me dhëndrin e tij dhe dy biznesmen. Një akuzë të cilën nuk do ta kishte menduar as në ditën e parë kur vendosi të lërë bisturinë e kardiologut për të ndjekur pasionin e tij për të patur pushtet. Në përballjen politike, bisturia humbet në duelin me penelin e piktorit, dy rryma të ndryshme por edhe të ngjashme, të cilat do të kenë një moment të reflektimi në distancë dhe në një vend ku nuk e zgjodhen vet, por u kushtëzua nga sistemi i ri i drejtësisë. Berisha do të jetë në bankën e të akuzuarve anashti, pasi të betohet me dorën mbi kushtetut se do të thotë të vërtetën dhe vetëm të vërtetën, do të qëndrojë Edi Rama, kryeministri i vendit prej 13 vitesh në mandatin e tij të katërt. Kryeministri është thirrur në cilësinë e dëshmitarit në dosjen që vetë PS-ja dorëzoi në prokurorinë speciale. Nga ana tjetër do të jetë Rama sot si dëshmitar për të dhënë shpjegime mbi lejen e ndërtimit që firmosi vetë në kohën kur drejtonte Bashkinë Tiranë. Kryeministri Rama, edhe pse në siklet nga përballja, do të jetë më i qetë pasi do të jetë në rolin e dëshmitarit, ndërsa kundërshtari i tij politik në bankën e të akuzuarit, ku do i duhet të çohet në këmbë me urdhër gjykate sa herë që do duhet flas. Kjo do të jetë përballja më interesante për një popull që politikën e ka si fe parsore. Qytetarët gjithsesi do të jenë spektatorë me të drejtë vote, ndërkohë dy aktorët protagonistë të kësaj shfaqje tragjikomike do të jenë dy personazhet më të rëndësishëm të 35 viteve të fundit. Dashuri urrejtja do të konsumohet në sallën e gjyqit të drejtësisë së re. Asgjë nuk mund të parashikohet se çfarë do të ndodhë në sallën e gjyqit. As bastet se sa herë do t'i ndërpres gjyqtarja e çështjes nuk mund të vijen, pasi koeficienti për të kapur këtë skedin politike është tejet i vështirë dhe tejet i lartë. Pyetja më e madhe që e ka përgjigjen brenda, por askush nuk mund ta thotë nga elita politike, nëse janë penduar apo jo, kur në natën e nxehtë të 21 korriku të vitit 2016, 140 deputet të parlamentit shqiptar, përfshi dhe treshën kryesore të asaj kohe, Ilir Meta, kryeparlamentar, Edi Rama, kryeministër, dhe Sali Berisha, drejtues de facto i opozitës shqiptare, votuan dhe duar trokitën reformën e re në drejtësi në presionin e madh të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Kjo është reforma që Metën e ka lënë në qeli, Berishën në akuzë dhe Ramën dëshmitar. Palët po shpresojnë që të ndrohen rolet. A do të vijë ajo ditë? Ndoshta po, ndoshta jo. Askush nuk e ka të sigurt.